Ju ka ngecur hala e peshkut në fyt, ja çfarë duhet të bëni. Shumica e njerëzve duan mishin e peshkut, mirë po, jo me dëshirë e hanë. Por ka edhe personat që nuk marrin guxim të hanë, sepse friksohen se mos u ka ngelur në fyt ndonjë hal peshku. Para se gjithash, peshku nuk duhet të hahet shpejt, por ngadalë, në mënyrë që ta shijoni atë. Duhet pastruar çdo kafshat edhe nga hala më e vogël. Megjithatë, nëse ju ndodh që ndonjë hal peshku ju ngelet në fyt, përpiquni që të konsumoni një kore buke. Ajo me siguri shpejt do të marrë me vete halën dhe do ta përcjellë në lugth, ku lëngjet e stomakut shpejt do ta tresin. Mirë po, kur hala ngulitet mirë në fyt dhe as koreja nuk ju ndihmon, atëherë provoni metodën e limonit. Prisni limonin në feta dhe ngadalë thithni lëngun i cili do të kalojë nëpërmjet fytit tuaj dhe do të shkrijë halën. Nëse gjendja juaj është kritike, drejtohuni tek mjeku.